Krye veterineri i Qarkut Shkodër Selim Kraja deklaroi se tregu i baktive në Stom Golem akoma nuk i plotëson kushtet e parashikuara në ligj. Sipas Krajës, problematik mbetet mënyra e transportimit të kafshëve deri në treg. Tregu i shelqetit, që pothuajse është treg vetëm për derra, po i lejueshëm me tregtu çdo lloj kafshet, i plotëson kushtet në mas të mirë. Ndërsa tregu i Stom Golemit ka përsëri mangësi, për sa i përket tregtarëve, pothuajse 99% janë të pajisur me licenca, edhe me lejen e drejtorisë bujqësisë, por lënë për dëshiru shumë tipi automjetit që përdorin, pra kushtet në automjet, që secili lloj kafshët ka sipërfaqen e vet caktuar sa don kur transporton. Ata kanë kushtet e sipërfaqes të përcaktuar me ligj, sa don një gjell, sa don një imp për me udhtu. Një ditë do kapen nga policia ose do kapen nga mediat. Për shqetësimet e ngritura nga tregtarët, të cilët më parë kanë deklaruar se u duhet të paguajnë për certifikatat veterinare, Star Plus ka verifikuar një të tillë, ku sipas legjislacionit, çdo certifikat jepet kundrejt vlerës monetare. Kjo në varësi edhe të baktive për të cilat lëshohen. Po ashtu, leja për lejimin e tregtimit të baktive lëshohet për një afat 3 ditor. Çështja e standardizimit të tregjeve mbetet një sfidë për drejtorinë e bujqësisë, e cila ka marrë përsipër rritjen e cilësisë së kushteve higjieno-sanitare, që pas hapjes së tregjeve, kontrolli nga ana e veterinerëve në treg është shtuar, kjo me qëllim monitorimin e vazhdueshëm të procesit të shitjes.